Do të jemi shumë të barabartë. Se vazhdimisht të shikoni, kam qenë një mandat të shkurtër në kuvend dhe gjitha projekt propozime që i kam bërë për Verion, përfshirë edhe rrugët që lidhen Verion dhe Jugun dhe rrugën e fshatit Vllahi me fshatin Zhazh, e projektin e muzeut të qytetit që kanë qenë në pjesën e të bibliotekës, gjitha këto projekt propozime mi ka pas refuzu me votë lëvizja vetë vendosja së kohë. Për cilin vetë flisni? Po flasë për vitin 2020 në 2021. Dhe thot edhe kur flasim për Mitrovicën, për të thënë, akoma më thukt, flasim vetëm në fushata dhe nuk ja kanë haberin jetës atje, por as nuk e kanë bezdin se çfarë do të ndodhë me gjitha ato marrëveshje, për cilat keni folur dhe keni nënshkruar. Shumë seriozisht, po flasë për vendin tim, shkujtën tim. Unë nuk në vend të tretë. Po flisnim me Zotin Hajra për 65 km rrugë, për 300 shtëpi ndërtuara. Jam 50 vjeqe, po flasë për vendindjen time, dhe unë për shtetin tim, vendindjen time, për ushtrin time, për qeverin tonë, unë nuk flasë me gënjeshtra dhe as me tekste që mi qënë dikush me lezu për nash. A është gënjeshtër ndalimi për dërimi dinarit? A është gënjeshtër ndalimi Kur është bëra jo marrëveshje? Mbajtjes së zgjedhjeve në Serbën Veri. Nuk është ndaluar dinari. Nuk është ndaluar dinari. Nuk është ndaluar